Vëllezër të respektuar, njeriu në këtë dunja ndikohet nga tre gjëra shumë të rëndësishme. Ndikohet nga shoqëria, si i shiqon begatitë me të cilat Allahu xhaleshanuhu e ka begatuar dhe se si e përjeton ndarjen nga kjo dunja. Nëse këto trija i ketë rregulluara mirë, atëherë edhe dunjaja është rregulluar, edhe jetën e ketë rregulluar mirë. Pra, e para është shoqëria e mirë. Sa më tepër që kujdesesh për një shok të devotshëm, të sinqert, aq më tepër jeta jote do të jetë e mirë. Prandaj edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam me një hadis të tij thotë: El mer'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokit të vet. Prandaj kujdeseni se cilin e bëri shok. Shoki i mirë të drejton nga rruga e drejtë, ndërsa shoki i keq të largon nga e vërteta. E dita gjë që ta bën jetën e lumtur është ti shiqosh dhe ti jesh falendërues ndaj begative me të cilat Allahu xhaleshanuhu të begatoi. Në shumicën e rasteve, begatitë tona i kemi rreth të përqartë, por shumë pak i vërejmë këto begati. Por në mënyrë të vazhdueshme bisedat tona janë për aspektet negative dhe ankohemi për gjërat të cilat nuk i kemi. Ndërsa e harrojmë shëndetin, e harrojmë familjen, e harrojmë ushqimin dhe harrojmë sigurinë në jetën tonë. Pra, njeriu i cili vazhdimisht i kujton begatitë me të cilat Allahu xhaleshanuhu na ka begatuar, aq më tepër do të jetë afër Zotit të madhruar dhe larg indiferencës. Dhe e treta është të kujtojmë përfundimin tonë, daljen përpara Zotit xhaleshanuhu. Sa më tepër që e praktikon këtë adhurim, aq më tepër afrohesh tek Zoti xhaleshanuhu dhe aq më larg je mëkateve dhe gjinaheve. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke kujtuar ndarjen nga kjo dunja, ato pajiseshin me seriozitet gjatë faljes së namazit. Dhe gjithashtu, njeriu i cili e kujton daljen përpara Zotit xhaleshanuhu, çdo gjë në jetën e tij është do të jetë pozitive. Prandaj të kemi kujdes se me çfarë njerëzish shoqërohemi, të jemi mirënjohës ndaj mirësive të Zotit xhaleshanuhu. Çdo mbrëmje kur vjen atë fejë, ta kujtojmë veten tonë se nesër ka mundësi që mos të jemi gjallë. Pra, e lutim Zotin xhaleshanuhu që na pajisje me shoqëri të mirë, të jemi falendërues të mirësive dhe ta kujtojmë më shpesh